Horoskopi ditor, e diel, 22 shkur 2026. Dashi, sfidat e lidhura me punën janë të dukshme, por elasticiteti juaj do të shkëlqej. Në dashuri, takimet pasionante janë të mundshme, por ato mund të sjellin intensitet. Shëndeti mbetet i qëndrueshëm, por stresi emocional mund të ndikojë në mirëqenien tuaj. Demi, fitimet financiare janë të mbushura plot. Demi, fitimet financiare janë të mundshme nëpërmjet investimeve të mençura në punë. Udhëheqja juaj do të jetë thelbësore për të çuar përpara projektet. Në çështjet e zemrës mbizotron stabiliteti dhe rehatia, duke e bërë atë një kohë ideale për thellimin e marrëdhënies. Binjakët, puna mund të kërkojë më shumë përpjekje se zakonisht, me potencial për konflikte. Rekomandohet të mbani një qëndrim diplomatik. Jeta e dashurisë mund të ndihet e tensionuar, komunikimi është kyç. Përsa i përket shëndetit, kushtojini vëmendje niveleve të stresit. Gaforia, financiarisht merrni parasysh investime të bashkëpunuese. Projektet e punës mund të përfitojnë nga bashkëpunimi në grup. Marrëdhëniet romantike do të lulëzojnë në aktivitetet e përbashkëta shoqërore. Shëndeti duket i qëndrueshëm. Luani, në punë bani një profil të ulët pasi mund të lindin konflikte. Perspektivat e dashurisë janë të moderuara, përpiquni dhe përqendrohuni në ndërtimin e besimit. Shëndeti në përgjithësi është i mirë, por shmangni sforcimet e tepërta. Virgjëresha, puna mund të sjellë zhgënjime të vogla, qëndroni të durueshëm. Dashuria është delikate, shëndeti kërkon vëmendje për mirëqenien mendore. Një udhëtim do të jetë mjaft i favorshëm për ju. Peshorja, sot fokusoheni në balancimin e jetës tuaj personale dhe profesionale. Në planin financiar pritet të ketë stabilitet, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Puna mund të kërkojë kreativitet dhe aftësi diplomatike. Në dashuri, harmonia mund të ruhet përmes komunikimit të hapur. Akrepi, vendimet financiare duhet të merren me kujdes, duke shmangur blerjet impulsive. Puna kërkon një qasje të fokusuar, intuita juaj do t'ju udhëheq mirë. Marrëdhëniet romantike do t'jenë intensive dhe transformuese. Shigjetari, financiarisht është një kohë për planifikim dhe jo për veprim. Jeta në dashuri kërkon durim. Janë të mundshme keqkuptimet. Shëndeti është i qëndrueshëm, por kushtojini vëmendje mirëqenies suaj shpirtërore. Udhëtimi mund të mos jetë tërheqës sot. Bricjapi, sot përqendrohuni tek qëllimet dhe përgjegjësitë afatgjata. Në planin financiar, dita është e mirë për investime në pasuri të paluajtshme apo letra me vlerë. Puna do të jetë kërkuese por shpërblyese. Jeta e dashurisë mund të kalojë në vend të dytë kundër përgjegjësive profesionale. Ujori, mundësitë financiare mund të lindin nga teknologjitë e reja ose metodat inovative. Në aspektin profesional, idetë tuaja do të priten mirë. Bëni kujdes në lidhjen tuaj në çift, pasi nuk përjashtohen mundësia e një mosmarrëveshje. Peshqit, në planin financiar kërkoni burime alternative të ardhurave, pasi ato mund të jenë fitimpruese. Puna do të jetë krijuese dhe produktive, veçanërisht në fushën artistike. Dashuria është magjepse dhe plot surpriza.